Përshëndetje, quhem Aurel Kasa, jam 34 vjeç, nga qyteti i Peqinit. Në moshën 16 vjeç, nga temperatura e lartë, më kufizua ecja. Kam qenë 4 herë i shtruar në spital në Shqipëri dhe kam përdorur ilaçe pa përcaktim diagnoze. Në vitin 2011 ika në Itali, i bona gjitha analizat dhe shpenzimet e mia, edhe diagnoza që përcaktuan ato ishte CIDP, që prek gjymtyrët e poshtme dhe gjymtyrët e sipërme. Kjo quhet sëmundja autoimune progresive. Atë kohë, doktorët marrën shpresë që do ngrihem këmbë, por të merrja trajtimin atje. Po trajtimi ishte afatgjatë, edhe duke qenë se ishte afatgjatë, kushtonte shumë. Në atë kohë përllogariteshin diku te 100.000 euro. Duke qenë se unë se paguja dot, erdha në Shqipëri, tentova 3 herë me Ministrinë e Shëndetësisë që të paguante lekët në Itali, 3 herë ma refuzuan. Nga ajo kohë deri tani rri në Shqipëri pa trajtim, edhe sot po i drejtohem gjithë shqiptarëve, kush ka mundësi, sa të keni mundësi, që unë t'i blaq këto lekë dhe t'i ta provoj, inshallah ngrihem këmbë. Edhe ju uroj gjithëve keni shnetin.